Rihimana është nga figurat më të spikatura të sipasporit në 2 sezonet e fundit, por me sa duket ky do të jetë kampionati i fundit që sulmosi kombëtare si Mohamed Tofanel. Pavarësisht një sezoni të rritiku të suksesshëm në aspektin personal, situata e skuadrës është shumë e vështirë. Ekipi i tij ndodhet në zonën e ftohtë të renditjes dhe po kalon një formë jo të qëndrueshme, çka ka shtuar spekulimet për një largim të mundshëm të Manait. Në janë sulmuesi ishte një nga emrat më të përfolur në merkato, me Trabzonsporin që tregoi interes të qartë për shërbimet e tij. Thuhet se sulmuesi ka qenë i gatshëm të hiqëtor nga disa prej të drejtave financiare për të lehtësuar transferimin. Megjithatë, negociatat mbeten në ngërç për shkak të kërkesës së lartë të Sivassporit. Pavarësisht këtyre zhvillimeve, Manai mbetet një nga asetet më të vlefshme të klubit turk. Teksa jemi në fundin e kampionatit, burimet të gazetës Panorama Sport bëjnë me tije se Rihimana pritet që të largohet në merkaton e verës. Dëshira e sulmuesit, pavarësisht se është i lidhur me tifozët e Sivassporit, është që ta shoh veten në një ekip të madh. Nuk përjashtohet një rikthim në Spanjë apo Itali, edhe pse një pistë shumë serioze është e kalimi në një skuadër të madhe brenda Turqisë. Manai është bashkuar me Sivassporin në verën e vitit 2023 dhe po luan sezonin e dytë në Turqi. Manai ka zbritur në fushë për 63 ndeshje, duke shënuar 34 gola dhe dhuruar 8 asist. Padyshim që pretendimet e Sivassporit do të jenë disi të larta, po gjithsesi diçka e tillë varet edhe se si do të shkojë fati i skuadrës, do të qëndrojë apo jo në elit. Tifozët shqiptar do të ndjekin me interes zhvillimet e ardhshme, ndërsa pritet të shihet nëse sulmuesi do të vazhdojë aventurën në Turqi apo do të nisë një kapitull të ri në karrierën e tij.